para ca netësh i urum rrugën e marë haxhilerëve. Sot i urojmë mirëseardhjen. Edhe patjetër që të shoqënuam me këto tekbire që na e çojnë zemrën në peshë, marrim emocionet më të mëdha të mritjes në Shkodër të 100 haxhilerëve të shtëpisë Allahut, të cilët këtë vit e kanë pas fatin e mirë me u bashku me miliona besimtar musliman nga marë bota, edhe bashkarisht me ulut në vendet më të mira të globit, në kohë të çuditshme, e në kohë provash, e në kohë paradoksesh, mirë po bekimi i madh për ne është që nga qyteti jonë janë një grup i madh besimtarë që janë përgjigjë ftesës së Allahut, edhe kjo na bën me udhënim mirë, edhe na fton me meditu, edhe me menu se Zoti na don, edhe Zoti na fton me shku pas thirrjes së Tij, e me shku drejt bardhësisë, e drejt udhëzimit, e drejt asaj ku është pëlqimi i Allahut në jetën tonë të përkohshme të kësaj bote. Ju uroj me zemër mirëseardhjen haxhilerëve tanë, inshallah me gjunahet të faluna, me lutje të pranume, edhe siç e shihni në një atmosferë të mrekullueshme, përmallimi, gëzimi, edhe emocionesh të papërshkrueshme. Faleminderit.